Hoxhë thotë, unë jam I ndam moti prej prindërve dhe vëllezërve, por hisën tam nuk po ma japin, apo nuk po ma dhajnë. Qa meno qysh me vepru, qa me ndonë qysh me jabon ka fjallën. Nga pyetja që ti ke parashtru, unë nuk mund t'jap asnjë përgjigje konkrete. As nuk tham lype me zër, as nuk tham qitin gjyq, as nuk tham falja, sepse unë nuk di detajet. As nuk e di pyet se është djalë apo vajzë. Këshilla ime është që ti me shku, me fol direkt me një hoxh, kam kryq, si burrat. E mi a spjegu detajisht, e hoxha pastaj, ose një plak, dikush një burr I mençur, që nuk ma anë që e ka tutën e Allahut. Me thirë edhe babën tanë edhe vllazët e tu, e me këshyr edhe meselen nga këndi I tyre. Ata që spjegojnë. Edhe pastaj me këshyr me islam, sa ke hak, qysh ke hak, sa të takon. Nëse me I këshillu ata, nëse vërtet s'janë të adhonë, me I këshillu me tutën e Zotit. Nëse prap nuk ngojnë, edhe vërtet t'je meriton ata, me të thonë pse jo me të orientu edhe në rrugë tjera të legjshme, që me marë hakun tanë, ose me të këshillu që me ja falë babës, ku e di qka, më varet prej rrethanave dhe situatës, por të emocionoj ty, unë, këtu, të nejtë unë kam kryq edhe I pështetur për këtë drasën, edhe ty me thonë, shko lype, hisën tane, edhe pa I ditë kur fa rrethane, ti qohë masane e bërë në zhurmë, e luftoj për lajë me familje, këta nuk mëj me ta bo. Nuk mëj me të marë në qafë as ty as prind as familjen tane. Këto situata që janë private, personale, që kanë bëjnë me ty, nuk banë me dhanë fetfat për gjithshme. Hajtë hygjim, shka, banë këtë banat. Jo. Lusë Allah në vëgjel që të na uzajt, na falët, na përmirsaj, edhe të na largoj lakmin prej zamrave tona. Allah në bëftë të urtë, sabërli, edhe larg pams. Allahumma amin.